Ndërkohë që konflikti mes Izraelit dhe Palestinës vëjon të jetë i tensionuar dhe i paqëndrueshëm, Turqia ka ndërmarrë një tjetër hap të jashtëzakonshëm ligjor kundër qeverisë izraelite. Zyrat e prokurisë së Stambollit kanë njoftuar lëshimin e urdhër arresteve ndaj 37 personave, mes të cilëve edhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, ministri i mbrojtjes Israel Katz, ministri i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir edhe shefi i shtabit të ushtrisë general Eyal Zamir. Sipas autoriteteve turke, këta zyrtar kanë kryer në mënyrë të sistemshme gjenocid dhe krime kundër njerëzimit në rripin e Gazës. Lista e plotë e personave nuk është publikuar, por aksioni shihet si një reagim i drejt për drejt ndaj operacioneve ushtarake izraelite. Turqia ka vënë theksin edhe mbi sulmin izraelit ndaj spitalit të miqësisë turko-palestineze, i ndërtuar nga Ankaraja në Gaza dhe bombarduar në mars të këtij viti. Ky sulm u konsiderua një akt i rënd kundër civilëve dhe infrastrukturës humanitare. Ky zhvillim ndodh ndërsa Hamas dhe Izrael kanë nënshkruar një pushim të brisht që ka ardhur si rezultati i pranimit të planit të propozuar nga ish presidenti amerikan Donald Trump për Gazën. Megjithatë, tensionet mbeten të larta, ndërsa veprimet ligjore të Turqisë mund të përkeqësojnë raportet mes Ankaras dhe Izraelit dhe të rrisin presionet ndërkombëtare mbi situatën humanitare në rripin e Gazës. Veprimi turk vjen gjithashtu një kohë kur bota vazhdon të ndjek me shqetësim pasojat e sulmeve dhe armpushimeve të shpeshta, duke nxitur pyetje mbi llogaridhënien dhe krimet e pretenduara gjatë konfliktit dhe mundësinë e drejtësisë ndërkombëtare për viktimat palestineze.